çfarë do të bëj SPAK-u deri 11 maj apo pas 11 majit, ne këtë nuk mund ta dim. Ajo që unë mund të them është se SPAK-u nuk ka pse të tregohet më katolik se Papa, kur ne kemi pasur raste të tjera në botë, në vendet perëndimore, si në rastin e Hillary Clintonit, ku ju hap një hetim 2 javë para ditës votimit, në atë kohë kur kandidonte me Donald Trump në mandatin e tij të parë. Ne kemi raste në Francë, kemi François Fillon, që ishte kandidati fitues, praktikisht kandidati fitues i presidencialeve në Francë, ju hapën hetime dhe la fushatën për gjysmë motorësh nga gara. Kështu që SPAK-u duhet të vazhdoj punën e tij. Këtë një farsoj zoti Dumani e ka shprehur, ka thënë që kur u pyet, ju bën një pyetje e ngjashme, ai tha që ne nuk mund të bëjmë pushim për sa kohë krimi nuk bën pushim. Dhe këtu kam përshtypjen që e ka pasur fjalën për çdo lloj krimi. Përfshirë krimin zgjedhor, se kjo është shumë interesante. Në këto zgjedhje, domethënë, ne do të kemi edhe një monitorim të fuqishëm ndërkombëtar. Ju kujtohet edhe mbledhje fuqishme në ambasadën britanike, ku mbledhet të gjithë bota e qytetëruar, bashkë me përfaqësues të SPAK-ut, me fokus monitorimin e zgjedhjeve në Shqipëri. Kemi SPAK-un që ka krijuar një task force, kemi deri tani persona që janë arrestuar tashmë, kështu që unë besoj që këto zgjedhje domethënë do të jenë zgjedhjet më të monitoruara në historinë e Shqipërisë. Kështu që në aspektin e sigurisë, këto janë zgjedhje të cilat do të jenë shembull, të paktën me mbikëqyrjen e SPAK-ut dhe të monitoruesve ndërkombëtar. E beson këtë? Po, e besoj. Që do të thotë nuk do të kemi asnjë akuzë, asnjë shqetësim, asnjë denoncim për manipulim, për krim zgjedhor etj, nuk do të dëgjojmë asgjë. Jo, ne flasim që krimet zgjedhore do të ndëshkohen, se akuzat do të dëgjojmë natyrisht. Ja një akuzë, po ta them që tani që do ta dëgjosh që në datën 12 maj, do dalë Sali Berisha dhe thotë zgjedhjet na kanë vjedhur. Sepse për ndryshe aty duhet të rriqet si kryetari i Partisë Demokratike, por ne dim që zoti Berisha nuk i humb asnjëherë zgjedhjet. Zoti Berisha zgjedhjet ose i fiton ose ja vjedhin. Ndodh vetëm njëra nga këto dy. Se mos dëgjojmë dhe Lulzim Bashën. Zgjedhjet u vodhën, betejë vazhdon. Unë nuk besoj që do të kemi të bëjmë me një skenar të tillë. Unë besoj që Lulzim Basha dhe koalicioni Euroatlantik do të kenë një rezultat shumë të mirë në këtë zgjedhje, qofse këtë e ka thënë Lulzim Basha në vitin 2021, sot kjo është një vërtet juridike, Bruna. Ne kemi hetimet e Jurgis Çurbes në Durrës, të cilat na tregojnë që dhe mandati i kryeministrit është prodhuar nga krimi organizuar në Shqipëri. Domethënë, pretendimet e Lulzim Bashës në 2021 sot janë dhe një e vërtet juridike. Lulzim Basha sot është i vërtetuar nga koha. Fatkeqësia e Lulzim Bashës në vitin 2021 ishte se ai drejtonte një opozitë e cila kishte marrëdhënie të tensionuara me ndërkombëtarët dhe veçanërisht me amerikanët. Për shkak se brenda kësaj opozite kishte rryma antispakiste, që kontrolloheshin nga zoti Berisha. Dhe Lulzim Basha kishte fatkeqësinë, domethënë, të drejtonte një opozitë e cila kishte tensione me faktorin ndërkombëtar. Ndaj amerikanët asaj kohe përshëndetën fitoren e Edi Ramës edhe ende pa mbaruar numërimi i zgjedhjeve, nëse kujtohet. Dori ambasadore Yuri Kim dhe tha ne përshëndesim fitoren e Partisë Socialiste. Jo, mbajmend edhe Lulzim Bashën, pa u shpallur rezultati që tha zgjedhjet i fituam. Jo, ai nuk tha zgjedhjet i fituam, tha rezultati është në kuti, sepse kishte exit poll që tregonin këtë, domethënë. Kishte dhe madje në një intervistë fundit Lulzim Basha ka treguar se si drejtor televizionesh, kanë pranuar se ju është kërkuar që të mos i publikonin exit pollet që nxirrin atë kohë fituese Partinë Demokratike. Duhet kemi parasysh, Bruna, që flasim për një palë zgjedhje, të cilat Lulzim Basha i humbi me 30.000 vota diferencë, ku vetëm votat e pavlefshme janë 80.000, dhe parregullësitë pastaj janë pafund. Blerje vote, përdoritmi i administratës, kërcënimi i administratës, të gjitha këto nuk e thot sot Lulzim Basha, por i ke pasur të shkruara në raportet e institucioneve ndërkombëtare përfshirë dhe ato amerikane. Dhe ne shpresojmë që në këto zgjedhje të mos ketë të tilla. Të paktën këtë garanci ka dhënë, kemi garanci, kemi SPAK-un këtë herë. Kemi indikatorë që do të ketë monitorim shumë të fortë se ç'kemi pasur herët e tjera.
Albit, falenderoj shumë për bisedën që zhvilluam. Faleminderit për ftesën.